Përshëndetje për gjithë, unë jam Omer Zulfia dhe në kuadër të bootcampit të 16 në përprogramera për modulin e Tailwindit kam vendosur të bëj kopjimin apo klonimin e faqes zyrtare të Audis. Atëherë kisha fillu me njëherë me përshkrimin e projektit tim të apo faqes sime, ku fillimisht në fillim e kemi pjesën e navbarit ku përbëhet prej një imazhi, nav menut apo nav linqet dhe këto në fund një ikon për search. Pastaj këtu ndër të menër vjen pjesa e main section ku këtu do me thonë është paraqit një background image ku ka pastaj një hënjesh tekst, ky titulli tjetër dhe një buton me hover effect. Pastaj kësaj këtij imazhit apo këtij background image është dhënë një overlay, domethënë këtu nëse e shikoni është pak më ngjyrë më e zezë, është dhënë një overlay si gradient, në mënyrë që të shkrihet kështu ngjyra e zezë që të paraqisë imazhi pak më të errët. Pastaj ndërtë domethënë është pjesa e sectionit të parë ku përbëhet prej dy pjesëve, ana e majt ku ka një imazh, ndërtë një tekst të vogël, kurse ana e djathtë domethënë ka titullin, tekstin dhe një buton me hover effect. Pra ndërtë menjëherë vjen pjesa e sectionit të dytë, ku këtu do me thonë paraqitet një grid me 3 kolona, ku secili prej këtyre kartave mund t'i quajmë ka datën, se kur shkriu, se këto do me janë si blogje, titullin, përshim, një buton për read more, pra nëse shikoni kur bëjmë hover mbi të, ky pjesa e kësaj ikonit apo arrowit të shkon duke largu nga ana e djathtë, ndërto është edhe një tjetër tekst, njëjtat vlejnë për këto, ku kanë pak gap ndërmjet, pra që të mos puthiten. Pastaj ndërto është paraqit tek sectioni i tretë tani nëse nuk gaboj, po është paraqit një grid ku kjo zë vjen sa dy rreshte, dhe këto nga një rresht, edhe ky grid do me thonë për secilën kartë këtu ka një imazh dhe si background dhe një link dhe një buton me hover effect read more. Ja, pra do të thonë edhe këto mbi këto kartat është paraqitur, apo mirë thash, mbi këto kartat është paraqitur një background overlay që e bën imazhin pak më të me ngjyrë më të errët. Pastaj e njëjta strukturë është edhe këtu, domethënë sikur lart, mos tumbi kohë, tek pjesa tjetër këtu është paraqit tek sectioni i 4 ose 5 tani nëse nuk gaboj, këtu është paraqit një imazh si background e kësaj formulës, një titull, tjetër tekst dhe këtu një buton. Këtu do me thonë ky imazhi edhe këtu njëjtë sikur më lart ka pak background overlay, por këtu pak më pak se tek tjerat imazhe, që e bën këtë imazhin pak më të zbet. Këtu do me thonë është e njëjta strukturë sikur pak më lart, por vetëm këtu që ndryshon është vetëm në vend të imazhit është një video. Këtu njëjtë edhe këto butonat janë të njëjtët stil sikur ato më lart. Pastaj këtu është pjesa e sectionit të parafundit nëse nuk gaboj, edhe këtu do me thonë është paraqitur një grid me 3 kolona, ku secila prej kolonave ka imazh, ka hënjesh, ka buton, hënjesh në fakt jo, por H3 nëse nuk gaboj. Pastaj ka buton dhe kjo tjetra do me thonë ka vetëm do me kolona e parë apo karta e parë ka vetëm këtë më tepër se këto tjera, dhe këto ndërto në mes është një buton tjetër me background ngjyrë të zezë dhe tekst ngjyrë të bardhë. Pastaj sectioni i fundit përbëhet prej dy pjesëve, ana e djathtë ku ka H2 ose H3, nuk e di sigurt, ku
do me thonë mbi gjithë këto se harrova me cek është përdoret një fond special i cili është vetëm fond special i cili përdoret vetëm tek faqet e Audis. Këtu ndër të do me thonë është edhe një tekst tjetër, një paragraf, një buton dhe një tekst small, do me thonë i vogël, dhe në anën e majt të është vetëm një imazh përshkrues. Këtu në fund më rrim të futeri ku do me thonë përbët prej 3 pjesëve, pjesa e topics, Audi edhe services, ku se cila ka ato linkjet e veta që janë bërë me UL, do me thonë togun UL. Këtu në anën e djathtë është një buton back to top, në qoftë se klikojmë na redirekton në header apo lart atje. Pastaj këtu është një underline dhe këtu është mbi underline është disa social ikona dhe këto janë këto pjesa e copyrights e kështu me radhë. Pastaj kaq është sa i përket pjesës desktopit. Tani do t'ja tregoj edhe responsivitetin për mobil dhe për tablet. Këtu do me thonë çfarë ndryshon tek responsiviteti për mobil është se navbari do me thonë është bërë me hamburger menu dhe shfaqet në këtë mënyrë kështu, të gjitha linkjet te poshtë. Këtu do me thonë pjesa hamburger menu se tek faqja zyrtare e tyre është nga ana e majt e jo nga ana e djathtë. Pastaj ndërto kemi pjesën e main section ku këtu nuk ndryshon gjë, vetëm se butoni do me thonë e merr width-in të plot, edhe normal edhe tekstet bëhen pak më të vogla se normalisht tu gridi do me thonë apo kjo struktura që ishte këtu me flex e strukturuar është bërë me flex por me flex kolon, do me thonë që e bën të shkojë kështu te poshtë pjesa. Butoni gjithashtu similar të ka marrë width in full, të gjithë sa e ka kjo pjesa e parentit. Këtu poshtë gridi që ishte me nga 3 kolona është bërë me nga 1 kolon dhe normal edhe këtu do me thonë janë bërë tekstet më të vogla, do me mallësia e teksteve më të vogla. Këtu më poshtë tek pjesa e kësaj strukturës, këtu e patëm në desktop do me thonë në dy kolona, por vetëm se njëra imazh, pra imazhi nga ana e majt ishte zinte vensa 2 rreshte. Këtu do me thonë njëjtë shkon edhe këtu zë vensa 2 rreshte, por ndryshe nga desktopi këtu do me thonë është në një kolon, do me thonë këto poshtë dy karta tjera të cilat janë më në hajt më të vogël se këto, për shkak se imazhi i parë është me 2 kolona, kurse këto janë me nga 1 kolon. Pastaj ndër të njëjta strukturë similar, mos të përsëritem, nëse shkojmë më poshtë tek pjesa e formulës, çfarë ndryshon është vetëm se këtu butoni që ishte në desktop këtu lart tani është poshtë i centruar në mes edhe ka marrë width-in full. Këtu e njëjta gjë sikur më lart, vetëm imazhi ky imazhi që ndryshon bëhet në video, njëjta strukturë. Pjesa këtu e parafundit është gridi i cili ka qenë në desktop për 3 kolona, kurse këtu është bërë me 2 kolona, me 1 kolon fal. Pastaj në fund do me thonë e kemi edhe pjesën e këtij butonit ndër këtë section që ka marrë width in full, dhe për fund do me thonë për sectionin e fundit këtu kemi një strukturë e cila në desktop ka qenë me 2 kolona, kurse këtu është me 1 kolon që bën që të rrashtohet në kështu te poshtë. Këtu në fund do me thonë në footer kemi një ndryshim, për shkak se për shembull në desktop që kanë qenë kështu të renditura në listë, këtu mbi hover nëse shkojmë renditen, edhe këtu hover nëse bëjmë renditen, do me thonë edhe këtu poshtë pjesa e underline-it e social mediave, këto të gjithë janë rreshtuar te poshtë. Kaq sa e përket pjesës mobile, shkojmë tek pjesa e tabletit tani. Tek pjesa e tabletit do me thonë edhe këtu navbari është bërë njëjtë sikur edhe për mobile, do me thonë me hamburger menu, edhe këtu janë rreshtuar apo
mirë thash janë shfaqur këto linqet për në pejgja tjerë. Këto main section do me thonë është i njëjtë sikur edhe në desktop, vetëm këtu do me thonë ndryshon pak pjesa e mallësisë së fonteve apo të teksteve. Këtu është pak më e vogël sa në desktop. Këtu e njëjta gjë sikur edhe në mobile, vetëm ndryshon mallësia, edhe këto janë të rreshtuar në kolon. Këtu përndryshe është në tablet nga 2 kolona, këto kartët të cilat në desktop kanë qenë me 3 dhe në mobil me 1. Këtu pjesa e sectionit tjetër nuk ndryshon, mbetet e njëjtë sikur në desktop, do me thonë vetëm këtu normal bën tekstet dhe pjesa e widget pak më e vogël, që i bën edhe kartët pak të duken më të vogla për shkak se është në tablet. E njëjta gjë edhe këtu tek sectioni tjetër. Këtu tek tjetra pjesë është e njëjta sikur në desktop, vetëm këtu për dallim prej mobile që shke butoni këtu poshtë, tani është lart. Pastaj këtu tek sectioni tjetër është e njëjtë sikur më lart, këtu do më vetëm video është ajo që ndryshon. Këtu do më thonë kemi pak ndryshim te ky section, ku ky section për shembull zë vend apo karta e parë zë vend sa 2 kolona, kurse në desktop ishte me grid calls 3, në mobile me 1. Këtu për shembull është me 2, por vetëm ky karta e parë zë vjen sa 2 kolona, pastaj këto tjerat nga 1 kolon dhe një ndërto është edhe butoni i cili është i qëndruar në mes. Këtu do me thonë tek sectioni i fundit është paraqitur në mënyrë në kolon, do me thonë këtu imazhi dhe ndërto një paragraf dhe një buton, kurse në footer është e njëjtë sikur edhe në desktop, do me thonë nuk kanë kalu sikur që si ishin në mobile me hover në mënyrë në kolona e kështu. Pastaj ndërto është edhe pjesa e social linqeve dhe e këtyne copyrights, edhe do më thonë kaq ishte sa i përket projektit të HTML-it dhe Tailwindit, edhe shpresoj që t'ju ketë pëlqyer.